Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi u bëri thirrje koordinatorëve të grupeve parlamentare që të tejkalojnë dallimet dhe të arrijnë kompromis për kodin zgjedhor. Në një takim informues me gazetarët, Gashi theksoi se votimi elektronik ka qenë pjesë edhe e programit të partisë së tij politike Alternativa. Duke ju përgjigjur një pyetje të gazetarëve, ai theksoi se ky model do të kontribuonte në barazim më të madhe të qytetarëve gjatë votimit. Ai shtoi se synimi është të sigurohet një kod zgjedhor që u mundëson qytetarëve të votojnë lirshëm dhe ta shprehin vullnetin e tyre në mënyrë demokratike përmes zgjedhjeve. Nga LSD më njoftuan se VMRO-DPMNE me ndryshimet e propozuara për votimin e diasporës hapësirë për keqpërdorime të mundshme. Nga LSD-ja thonë se ideja fillestare për votim elektronik të diasporës është zëvendësuar me propozimin për votim me postë, i cili sipas partisë nuk garanton mekanizma të mjaftueshëm kontrolli dhe mbrojtje të vullnetit zgjedhor. Kryeministri Kristian Mickoski ditëve të fundit ka ftuar vazhdimisht opozitën në bisedime për të gjetur një zgjidhje për votimin e diasporës, duke theksuar se ai nuk duhet domosdoshmërisht të jetë elektronik, por mund të realizohet edhe përmes postës. Ai shpreson se pas 15 korrikut, partitë do të arrijnë të tejkalojnë mosmarrveshjet lidhur me kodin zgjedhor. Hulumtimi i Qendrës për Komunikime Qytetare nga viti 2024 tregoi se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve KSZ për organizimin e zgjedhjeve të fundit presidenciale dhe parlamentare ka lidhur 22 kontrata për prokurime publike me vlerë të përgjithshme prej rreth 3.47 milion euro deri më 20 maj 2024. Analiza tregon se shpenzimet për organizimin e votimit të diasporës kanë qenë më të larta se mjetet e shpenzuara për shtypjen e flet votimeve për të gjithë votuesit në vend, duke hapur edhe më shumë diskutim për efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e modelit aktual të votimit jashtë shtetit.